Ej, mali, dođi vamo, a? Kako si? A? Zali ti danas poš kotkar? Koškar, a? Veç ta bësh gjuma? Matë që loptën. Ajde. Ajde. Mali, pođi vam. Jel pogledaj se, onaj lopta. Pogledaj loptu, jebe mu mater. Evo te lopte, pička ali mater, beži ga, beži! Pička ali mater. Ali znaš, ovo je zemlje Srbije. Šiptari jebe mu mater. Familiju vam jebem. Beži ga, đubro jedno. Beži ga, šiptarski đubro jedno. Beži ga, što se ne gledali? Gjysh. A do të vi lufta të na? Biri im, luftën gjithmonë e kemi pas, në mendje, në shpirt, kudo. Çka me bona, gjysh? Mu më nuk katë. Të dërzohesh është lehtë, po duhesh të qëndrosh me kokën lartë, duhesh të kesh fuqi. Qysh me jetu kur çdo gjë rreth neve po shkatërrohet. Luftën gjithmonë e kemi pas në shpirt, në mendje, por ajo në ditë do të shpërthej jashtë. Mu më nuk kata, qa? Biri, lehtë është të dërzohesh. Po duhet të jetosh me kokën lartë, duhet të kesh fuqi. Qka nëse unë nuk jam i fortë si ti, gjysh? Ti je maj fortë se unë, je maj fortë se që mendon. Unë nuk jetoj gjithmonë, po ti duhesh të zgjedhësh në mes urrejtjes dhe shpresës. Shpresa të ndihmon, shpresa të që përpara, dhe do t'ja dalësh birim. Të premtoj, gjysh. Birë, këte pata dëshirë të dëgjoj për ti. Lek! Folbac. Eja këtu. Lek, qyteti është i mbushur plot ushtarë sërbë. Nona dhe motra Arbenit janë atje. Të lutëm, qojnë në një vend të sigurt, të kesh kujdes me ta. Vetëm të ti kam besim. E di Bacis, por nuk mund të lëm të humbur nënën e Arbenit dhe motrën e tij. Rrugë të mbarë. Ditën e mirë, Bacis. Ditën e mirë.
Nalnu, kushin ju? Shqiptari jemi vlla, po I kërkojmë që kën. Mirë, hadi burra, mirë se vini. Hadi ullnu. Si e mirë. Mirë. Si valla. Mirë. E mirë. Ullnu. Burra, mirë se unë jam bardhi. Unë jam I dërguar nga agroni, jam dalë me mbledh burra se dojnë me luftu. Bardh, na është ngushtu toka, duam luftë. Lufta nuk ka vetëm fjalë. Po e dim që s'ka këthim brapa, e dim. Po neve armiku ne ka kallë shpit. Ne ka vrarë njerëz tanë. Ne këtu jemi për gjithë shka. Atëherë mirë se vini rrugën pa kthim. Kur mund të bashkohemi me ta? Nesër mëngjes kemu taku me komandantin. Po përpara se shkojmë te komandanti, duhet me tregu ju sot gatshëmini. Bardh, kemi kalu natë të tëra duke fshirë në përmale. Na të ndjekum ty, nuk ka asgjë me letë. O Bardh, kemi shumë dje me vajza në zonën tonë që duan të luftojnë. Ata janë të gatshëm të japin jetën për liri, por ka nevojë për drejtim dhe udhëheqje. Sa veta janë ata? Të paktën janë 70 veta në zonën tonë. Çdo ditë numri po rritet. Neve na dohen armë. Duhet disiplinë dhe organizim. A janë të gatshëm për mu bindë? Të gjithë janë gati këdo që na çojë drejt fitores, dhe ti je njeriu që na duhesh. Na s'dojna me luftu si është vetëm unë. Po kena armë bo pjesë e UÇK-s. Atëherë mirë se në rradhat tona. Nestra fillon rruga juaj. Ne jemi gati. Nuk ka këthim prapa. Do të japëm jetër për këtë vend. Nga cili vend jeni? Jem nga një fshat kufitar me Shqipërinë. Në hartë kemi vetëm një vi, por në zemër jemi një komb. Aty ka pat gjithë burra të fortë. A jeni edhe ju gati për me luftu? Nuk jem zgjidhje tjetër, komandant. Shtëpi tonë e kanë kallë. Gratë dhe fëmijët kanë dalë në përmale. Atëherë mirë se vini rrugën pa kthim.